Krishti do të shfaqet për herë të dytë për të sjellë shpëtimin. Kur do të jetë ardhja e dytë e Krishtit? Ne mund ta dimë kur do të vijë Krishti nëse mësojmë shëmbulltyrën e fikut. Tani mësoni nga fiku këtë shëmbulltyrë. Kur tashmë degët e tij njomësohen dhe nxjerrin gjethet, kështu edhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera. Cili është realiteti i fikut që tregon ardhjen e Krishtit? Fiku përfaqëson Izraelin. Pra, nëse mësojmë historinë e Izraelit, mund të dimë kohën e ardhjes së Krishtit. Në vitin 70 pas erës së re, Izraeli u shkatërrua nga perandoria romake. Dhe ata enden në përbot për 1900 vjet si një popull pa shtet. Askush nuk e dinte se Izraeli do të bëhej i pavarur. Megjithatë, profecia u përmbush me saktësi të përsosur. Sipas profecisë se gjethet e fikut do të çelnin, Izraeli u bë mrekullisht i pavarur në vitin 1948. Pavarësia e Izraelit ishte një sinjal që i bëri të ditur të gjithë botës se Krishti kishte ardhur përsëri në këtë tokë. Tani mësoni nga fiku këtë shëmbulltyrë. Kur tashmë degët e tij njomësohen dhe nxjerrin gjethet, ta dini se vera është afër. Kështu edhe ju, kur t'i shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje te dera. Krishti Ansangong u ul në fronin e Davidit në vitin 1948, kur Izraeli u bë i pavarur sipas profecisë së fikut. Ai është Krishti që erdhi përsëri në këtë tokë. Të lutem prano Krishtin Ansangong dhe merr shpëtimin.